Në 4 vjetorin e antarësimit të vendit tonë në NATO, kryeministri Berisha ka siguruar garantimin e votës sipas kushtetutës dhe standardeve ndërkombëtare. Këtë premtim kryeministri Berisha e bëri për ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Aleksander Arvizu, gjatë një konference me këtë rast. Brenda një afati të shkurtër kohor, demokracia shqiptare ka një test të fuqishëm, ka një fest të vërtet dhe këto janë zgjedhjet e përgjithshme. Më lejoni t'u garantoj ju, të dashur përfaqësues të vendeve aleate, se qeveria shqiptare do të bëjë gjithçka që të nderojë vlerat, votën, ligjet, kushtetutën dhe standardet më të mira ndërkombëtare në këtë proces zgjedhor. Kryeministri vlerësoi shumë kontributin e qeverisë amerikane në antarësimin e Shqipërisë në NATO. Ndër të tjera, ai tha që së shpejti ne do jemi ndër vendet e para që ndahemi përfundimisht nga malet të tëra municionesh të rrezikshme. Ndërkaq, ambasadori amerikan Aleksander Arvizu theksoi se shpresojmë të shohim përparim të vazhdueshëm. Antarësimi në NATO sjell gjithashtu përfitime lokale të turizmit, përfshirë reforma të vazhdueshme në mbrojtje, shpenzime të bashkëndëruara me NATO, gjithashtu në përputhje me standardet e kësaj organizimi. Angazhohemi që të punojmë së bashku për të ndërtuar mbi përparimin që Shqipëria ka bërë deri tani. Shpresojmë të shohim përparimin që do të rrihet ndërsa përqendrohemi në kontributin e Shqipërisë ndaj NATO-s për forca dhe kapacitete që janë moderne dhe të ndërveprueshme. Konferenca Forcat e Armatosura, integrimi në NATO u zhvillua në komandën e doktrinës dhe stërvitjes.